Ehlu Suneti beson fuqishëm se familja e pejgamberit alayhis salam duhet të respektohet, duhet të nderohet dhe duhet që të tregohet respekt i veçantë ndaj tyre, sepse janë familja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu duhet të nderohen gratë e pejgamberit alayhis salam, të cilët janë nënat e besimtarëve, të cilat për muslimanët konsiderohen si nëna, dhe nuk lejohet asnjëri prej muslimanëve pra që të martohet me gruan e pejgamberit alayhis salam pas vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam, sepse ato konsiderohen nëna të besimtarëve. Andaj Ehlu Suneti thot se prej fesë është që të nderohet familja e pejgamberit alayhis salam dhe të nderohen gratë e pejgamberit alayhis salam, të cilat padyshim se bëjnë pjesë në familjen e tij, sepse gruaja është familje e burrit të tij dhe padyshim se është ndër njerëzit më të afërt të tij. Andaj Amr ibn al-As radiallahu anhu, kur e ka pyetur pejgamberin alayhis salam se kush është njeriu më i dashur për ty, ka thënë Aisha radiallahu anha, gruaja e tij Aisha radiallahu anha, ka thënë se ajo është krijesa më e dashur për mua në këtë botë. Pastaj ka thënë Amr ibn al-Asi, ja Rasulullah, e kam për qëllim prej burrave, tha pejgamberi alayhis salam, më i dashur për mua është Ebu Bekri. Amr ibn Asi tha, pastaj cili ja Rasulullah? Tha Omeri. Pastaj cili ja Rasulullah? Tha Uthmani. Pra, këta njerëz janë njerëzit më të dashur të pejgamberit alayhis salam. Prej grave qenë ka Aisha radiallahu anha, gruaja e tij, ndërsa prej burrave Ebu Bekri, Omeri, Uthmani e pastaj me radhë sipas vlerës, ashtu edhe i ka dashur pejgamberi alayhis salam. Pra, familja e tij dhe gratë e tij kanë një pozitë të veçantë në zemrat e muslimanëve, në zemrat e Ehlu Sunetit, të cilat në këtë çështje dhe në çështjen e sahabëve që e përmendëm më herët në emisionin e kaluar, janë mesatar në mes të nasibive, në mes të grupit të devijuar të nasibive, të cilët e shajnë familjen e pejgamberit alayhis salam dhe ofendojnë familjen e pejgamberit alayhis salam, të cilët padyshim se janë të devijuar. Ehli Suneti është në mes, pra nuk e shon pa familjen e pejgamberit alayhis salam, po e nderon, e respekton, e don. Dhe në mes të shijave, të cilët e ngritin tepër familjen e pejgamberit alayhis salam, saqë ju japin cilësi të Allahut subhanahu wa taala dhe i shajnë shokët e pejgamberit alayhis salam. Ehlu Suneti pra e respekton edhe shokët e pejgamberit alayhis salam, i respekton edhe familjen e pejgamberit alayhis salam dhe thot se nuk ka konflikt në mes të shokëve të tij dhe të familjes së tij. Sahabët i kanë nderuar familjen e pejgamberit alayhis salam, e kanë nderuar. Ebu Bekri radiallahu anhu thot, respektojeni të dërguarin e Allahut duke ja respektuar familjen e tij, dhe po ashtu familja e tij i kanë respektuar sahabët, pra kanë qenë të bashkuar. Jo ashtu siç mundohen armiqtë e Islamit, grupi i devijuar i shijave, themeluesi të cilëve është një jahudi prej Persie, pra i cili është munduar që të fusë përçarje në mes të familjes dhe të shokëve të pejgamberit alayhis salam tek mendja e muslimanëve, sepse ata në realitet nuk kanë qenë të përçarë. Dhe çdo mendim ndryshe që e kanë pasur prej njëri tjetrit, ai që e ka qelluar i fiton 2 shpërblime dhe ai që e ka gabuar prej tyre e fiton 1 shpërblim.